Drejtoria për hetimin e krimit kibernetik informon qytetarët se së fundmi është konstatuar qarkullimi mesazheve mashtruese dhe lidhjeve tëreme, të cilat imitojnë faqen zyrtare të Policisë së Shtetit dhe synojnë mashtrimin e qytetarëve nëpërmjet kërkesave për pagesa të pretenduara të gjobave të automjeteve. Lidhjet e dërguara çojnë drejt një faqeje tëreme, e cila në pamje të parë paraqitet si faqja zyrtare Policisë së Shtetit, duke përdorur stemën institucionale, imazhe të ndërtesës së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si dhe element grafik që imitojnë shërbimet emergjente. Në hapin e parë, qytetarëve ju kërkohet të konfirmojnë identitetin, duke vendosur numrin e telefonit celular. Në hapin vijues, faqja kërkon numrin e targës së automjetit, ndërsa në fazën e fundit ju kërkohet plotësimi të dhënave bankare me pretendimin për kryerjen e pagesës së gjobës. Policia e Shtetit sqaron se kjo faqe nuk është faqe zyrtare, pasi përdor një adresë interneti tëreme, e cila nuk i përket asnjë institucioni shtetëror. Ky rast përbën një tentativë mashtrimi kibernetik me qëllim përfitimin e paautorizuar të dhënave personale, numrave të telefonit, të dhënave të automjeteve, të dhënave bankare, pineve dhe kodeve të aksesit në llogari online, duke i ekspozuar qytetarët ndaj rrezikut të humbjeve financiare dhe abuzimit me identitetin e tyre. Drejtoria e hetimit të krimit kibernetik apelon për qytetarët të mos klikojnë në lidhje dyshimta dërguara përmes mesazheve, emaileve apo në rrjetet sociale, të mos vendosin numra telefoni, të dhëna personale apo bankare në faqe jo zyrtare, të kenë parasysh se Policia e Shtetit nuk kërkon konfirmim identiteti apo pagesa gjobash përmes linkeve të dërguara me mesazhe, të verifikojnë çdo informacion vetëm nëpërmjet kanaleve zyrtare të Policisë së Shtetit. Në rast dyshimi apo mashtrimi të raportojnë menjëherë pranë Policisë së Shtetit ose Drejtorisë së Hetimit të Krimit Kibernetik. Policia e Shtetit mbetet e angazhuar për paradalimin, identifikimin dhe ndjekjen penale të autorëve të këtyre veprave në hapësirën digjitale, si dhe fton qytetarët të tregojnë kujdes maksimal për mbrojtjen e të dhënave të tyre personale dhe financiare.